Vjedhja e markës, shitja e produkteve të paautorizuara pa leje nga prodhuesi është një vjedhje, është një vepër penale, është një krim. Në Shqipëri është kthyer në një krim zinxhir, ku përfshihen biznese dhe institucione si dogana, tatime, DAKU. Pa folur dhe raportuar më tej se si falsifikohen dhjetra produkte të cilat shiten në treg sikur janë origjinale. CNA prej disa ditësh ka raportuar një fenomen shumë të ndjeshëm për tregjet shqiptare dhe konsumatorin, vjedhjen e markave dhe distribucionit të shumë produkteve. Ne filluam me verat dhe ngritëm një alarm sepse vëzhguam në treg dhe gjetëm në restorante e dyqane vera të shtrenjta. Marka, brende që shkojnë nga 1.000 deri në 2.000 euro shishja, që shiteshin pa pull fiskale, pa autorizim nga prodhuesit, ndërkohë që në Shqipëri ka një distributor të autorizuar që paguan taksa, paguan dogan dhe shpenzon për reklam. Përtej vjedhjes që i bëhet buxhetit të shtetit, është konkurenca e pandershme, dëmtimi që ju bëhet bizneseve dhe më kryesorja, vjedhja që u bëhet qytetarëve me mashtrim. Siç raportojnë dhe në shumë raste portalet, emisionet investigative në Shqipëri, por edhe mediat në Itali apo në Turqi, shumë produkte të këtij lloji, pra vera, prodhohen në përqilar të jugut të Italisë apo të Turqisë dhe merren e vendosen etiketa dhe nuk dihet se çfarë janë 100% të falsifikuara. Problemi nuk është vetëm te verat e shtrenjta dhe te distribucioni i tyre, por edhe te shumë produkte të tjera, të cilat vidhen apo mashtrohet publiku me çmimet dhe etiketat që përdoren. CNA solli rastin e Coca-Colas, ku në supermarketet shqiptare që ne i përmendëm me emra, Conad, Spar, Alp Market, Eco Market, Big Market, Extra Market, Diambe Market, Market Gjangolli apo Pro Natura e të tjerë shiten Coca-Cola italiane. Në fakt është i njëjti produkt me atë me etiketë shqiptare. A mundet Coca-Cola të tolerojë cilësinë, të prish standardin? Pse ajo që vjen me etiketë italiane na qen ka më e mirë se ajo shqiptare? Kur ka një standard, ka një prodhues, ka një markë, është një patent e kontrolluar, thjesht dhe vetëm dëmtohet tregu dhe vidhen xhepat e qytetarëve. Imagjinoni për shembull të shitej Coca-Cola italiane në Greqi apo Grekia në Itali, nuk ndodh. Apo Gjermania në Itali dhe Italiana në Francë, nuk ndodh. Është një markë që ka dhënë një licencë për prodhuesin, e kontrollon, e supervizon, është ai që mban emrin, është ai që paguan parat për reklamat, është ai që e shpërndan. Dhe vetë dikush në Itali mbush një furgon, mbush një kamion, e fut nëpër stendat e supermarketeve, i fut edhe një çmim më të lartë, i vjedh dhe qytetarët në xhepa, e thot është italiane kjo, produkt më cilësor. Në fakt ajo është një antireklam që i bëhet vetë produktit, sepse duke përdorur emrin është italiane apo është greke, godet të njëjtën markë, të njëjtin emër për cilësinë dhe standardin që ka. Rasti Fanta. Ne të dielën sollëm Coca-Colën, këtë të hënë po sjellim Fantën. Shikojeni, është e njëjta Fanta në vitrinat e supermarketeve shqiptare. Ajo që është e prodhuar, që ka një zbatim rigoroz të ligjit, pra ka edhe etiketën në shqip, është e shpërndar nga distributori autorizuar dhe produkti tjetër që është italian, një aranxhat që nuk dihet nga vjen çfarë është. Kush e garanton që ajo Fanta që shkruan italisht aty nuk është false, nuk është prodhuar siç moti në kombinat apo në ndonjë qelar apo bodrum gjikundi? Kush e garanton? Nga hyn, nga kontrollohet çfarë është ky produkt. Shqipëria po kërkon të hyjë në BE, po a hyet në këtë formë? A hyet duke mos pasur një kontroll mbi tregun dhe duke mos pasur një kontroll mbi produktin? Dhe nuk janë vetëm verat që përmendëm më lart, nuk është vetëm Coca-Cola, nuk është vetëm Fanta që ne tham. Sepse kjo që bëhet është një vjedhje në shumë forma, është shumë dimensionale. Së pari duke goditur xhepat e qytetarëve nëpërmjet çmimit, i thon kjo është italiane dhe i bëjnë njerëzit për budallënj dhe u marrin më shumë para. Së dyti duke goditur vetë markën, pra prodhuesin dhe distributorin, duke thënë është më mirë kjo se sa ajo. Pse është më mirë? Fanta është njëra, Fanta është tjetra, nuk ka ndonjë ndryshim, është e njëjta linjë prodhimi, është i njëjti standard kontrolli. Si mundet të lejohet që supermarketet tona të mbushen plot me produkte të huaja, të cilat nuk kanë autorizim për t'u shpërndar në Shqipëri, nuk kanë leje nga prodhuesi. Kur vet Fanta, vet Coca-Cola, kur vet fabrikat prodhuese të verës nuk i kanë dhënë një leje ta shes këtë lloj produkti, shkon çdo kush e merr në një magazin dhe e hedh në treg. Por ky nuk është treg i lirë, nuk është konkurrencë, kjo është anarki, kjo është vjedhje, ky është abuzim. Dhe këtu kanë përgjegjësi një sër institucionesh. Së pari AKU-ja, së dyti doganat dhe tatimet. Ato që në kufi nuk duhet lejuar të hyjnë në Shqipëri, jo më pastaj të gjesh rëndom hapur nëpër vitrina supermarketesh, minimarketesh, pa e ditur nga vijnë si vijnë. Për të mos drejtuar gishtin që dhjetra produkte të cilat nuk kalojnë nëpërmjet distributorëve të autorizuar dhe nuk kanë autorizim nga prodhuesi mund të jenë me
data skadence të falsifikuara mund të jenë të prodhuara diku ku nuk dihet sepse nuk kanë origjinën. Origjinën e produktit e garanton vetëm një distributor zyrtar. Në Shqipëri gjen lloj-lloj produktesh të cilat vijnë nga furnitorë të ndryshëm, pa pasur lejen për ta shpërndarë, pa pasur dokumentin që tregon burimin ku është bler, prodhuesin e vërtet të tij. Dhe ky është një skandal që ndodh rëndom në Shqipëri. CNA do të vazhdojë ditë pas dite derisa autoritetet të reagojnë me doganat në Kapshtis, në Kakavi, në Durrës, në Vlorë, në Muriqan, në Qafthan, me AKU-n kudo. Me tatimet që nuk mund të rinë vetëm në zyra dhe të firmosin letra apo të bllokojnë llogari për ata që nuk paguajnë tatimet, por të shkojnë dhe të kontrollojnë tregun sepse njerëzve po ushqiten produkte të cilave nuk u dihet prodhuesi, po ushqiten produkte të cilat nuk janë të garantuara nga distributori me çmime të shtrenjta. Dhe për më tepër, kur këto i tregton me leje, me autorizim, me licencë një distributor i caktuar, fillojnë dhe bërtasin, po vendoset monopol. Jo, nuk është monopol të kesh autorizim nga prodhuesi. Nuk është monopol të marrësh lejen dhe të tregtosh burimin e të bësh shpërndarjen. Është konkurrencë ndershme në treg midis produkteve të ndryshme. Pra nuk mund të marrësh të njëjtin markë, të njëjtin produkt, ta sjellësh nga një vend tjetër, ta shesësh edhe më shtrenjtë dhe të sulmosh markën e duke abuzuar me gjuhën dhe një formë tjetër, duke marrë mbushur xhepat me paratë që të vinë nga abuzimi me çmimin, por edhe nga shitja e produktit që vjen nëpërmjet reklamës apo marketingut që bën një kompani tjetër, e cila ka kostot e aktuara, apo që i është dhënë dhe autorizimi nga vetë prodhuesi. Po bëhet një vjedhje e pandalshme dhe një abuzim me qytetarët deri në pikën e një paniku dhe frike se nga vinë këto produkte që nuk kanë certifikimin e prodhuesit. Dhe të tilla raste kemi parë pafund. Ne kemi sjell verat fillimisht. Vazhdoi me Coca-Colën, vazhdua me Fantën, do të vazhdoj me të tjera produkte shumë të rëndësishme në treg që konsumohen nga qytetarët. Derisa institucionet reagojnë për të bllokuar një herë mirë tregtimin e produkteve të paautorizuara, të cilat shpërndahen rëndom në treg, duke vjedhur xhepat e qytetarëve, por edhe vetë biznesin e duke shkatruar konkurrencën në treg.